Miqtemi, Kuksi, Hasi dhe Tropoja janë treva të rezervave minerale ndër më të mëdhat, të mineraleve më të shumëllojta, më të çmuara, dhe u siguroj se ato do të shndrohen në mirësi për qytetarët, për banorët e këtyre trevave. Në këtë qark do të zisim pas gjitha shpemtarin. Projekti ynë me arror do të shumë fishohet, por çdo fermer duhet ta ketë qartë se ne do subvencionojmë çdo fidan të mbjell, çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti të mashtruar. Nuk ka më kushte që duhet jenë 10 lop apo 5 lop, edhe një qoftë do të subvencionohet. Shqipëria madhështore pra është Made in Albania, prodhimi shqiptar. Prodhimi shqiptar do t'jetë krenaria jonë. Do bëjmë gjithë shka që në çdo skaj të këtij vendi të prodhohet nga pasurit që ka mbi toksore në toksore. Shqipëria është vend që noton në ujra, qytetarët e saj nuk kanë ujë. Ne ju garantoj se furnizimi me ujë do t'jeti përparësi absolute jona. Sikundër, infrastruktura në të gjithë qarkun e Kuksit, nga Kalaja e Dodës, gjerë në kufi me Dukagjinin, atje ku shtrihet. Energjia elektrike do ulet për biznesin në 6 lek, për konsumator do ulen në 7 lek, do falen të gjitha gjobat, kamatat dhe çdo gjë tjetër. Po! Berisha! 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 Miqtemi, ky është programi i Shqipërisë madhështore. Ju siguroj se 2 apo 3 herë më shumë se shprodhojmë me digat, do prodhojmë me çati energjinë elektrike, kur do vendosim në gjithë çatit e shqiptarëve që duan panelet fotovoltaike, të cilat pas 3 vitesh do prodhojnë energji falas për familjar. Po vi nga Puka, studime shumë serioze kanë faktuar se nga shumëria në Val d'Dejs mund të prodhohen me turbina aere 3200 megawatt, mund të prodhohen energji pra rreth 3 herë sa digat, sa kaskade e Drinit. Ne do bëjmë Shqipërinë superfuqit vërtet energjetike, ku përfitues të parë do jeni ju, qytetar shqiptar. Ndaj, miqtë e mi, këto 3 javë që na ndajnë nga dite e madhe, ta njohim veten tonë, ta shpallim veten tonë misionar, të trokasim në çdo derë, të takojmë çdo mik, të telefonojmë çdo të njohuri, të bëjmë gjithçka për t'i paraqitur këtë projekt, i cili është një mundësi për çdo shqiptar, një mundësi reale për pensionistët një jetë më të mirë, një mundësi reale për të rinjt shqiptar, për shkollim, për punësim, për strehim, për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri. Një mundësi reale. Një mundësi reale për familjet shqiptare, për të mos u detyruar me larguar fëmijët e tyre jashtë,
një mundësi reale për biznesin, për të patur të ardhura më shumë dhe zgjeruar atë, një mundësi reale për rrogtarët, dhe u them unë këtyre rrogtarëve të administratës, mos e dëmtoni veten, mos u bëni patronazhist, po qëndroni njerëz dinjitoz, se ju në 100 ditë e para, të gjithëve ju rritën rrogat 13% nga vendosja e taksës 10%. Mundësi reale për fermerët, për bizneset, mundësi për çdo shqiptar. Ndaj dhe të bëjmë natën ditë, të djersim të lodhemi, kësaj here jo si politikan, jo si kandidat, por si misionar, që të gjithë si misionar, misionar të shpëtimit Shqipërisë, misionar të këtij projekti që bën Shqipërinë madhështore, e bën Kuksin, Hasin, Tropojnë madhështore, Rrofshiu, nderim të madh banorëve të këtij qarku, Rrofsh Shqipëria, fitore, 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 të gjithë jemi njësha, jemi njësha.